unë sot nuk do të përqendrohem më te dhimbja, po unë do të përqendrohem tek sensacioni fantom, që për mua shumë prej nesh nuk e kanë të qartë në themel, jo për mua, jo për gjithë shkencën, nuk e kanë të qartë në themel. Ç'është ky terren? Ç'është ky terren që zhvillohet ajo dhimbje që kemi ezauruar kaq shumë? Sa dim ne për sensacionin fantom? Ku zhvillohet? Çfarë është? Kështu që unë do ta filloj me dy koncepte aristoteliane, sepse që janë uria dhe etja. Dhe a janë fantoma ato? Në fakt, duke qenë se fantoma, sensacioni fantom është i paezauruar nga shkenca, më duhet të them që dëgjoj, unë nuk do futem më për të gërmuar në përshkutat e trurit, siç kam gërmuar për dhimbjen, ose në përshkutat e ganglionit të rinjës pasme dorsale. Unë tani do ta përjashtoj trurin komplet sistemin nervor qendror. Ashtu siç e përjashtoj pa frikë fare popullit tim kokën. Përjashtoj kokën, po e la mendimin brenda. Dhe kjo, në fakt, kam përshtypjen që nuk është kaq në sipërfaqe, nuk është në mesjet, po është shumë herë më thellë. Tani, për t'i argumentuar ato, patjetër unë kam gjetur një bazë teorike, dhe baza teorike në fakt është komplet filozofia e Greqisë së lashtë, duke u ndërthurur me filozofinë popullore të kanunit. Themeli ose bazamenti ose platforma ku unë do ta nis këtë narrativ është domethënë thënia e Platonit, Zoti gjeometrizon. Në fakt, unë këtë megjithëse se besoj do ta marr të vërtet, sepse më ndihmon për një gjë shumë të madhe. Do ta konsideroj si formulën e gjallimit, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse të gjithë, edhe ne që besojmë, edhe ata që s'besojnë, edhe ata që janë të krishterë, dhe ata që janë të muslimanë, dhe ata që janë ebrenj, dhe ata që janë budistë, bien dakord për një gjë, që Zoti është i gjallë. Domethënë, te e kanë dëgjuar, domethënë, nuk është se bien dakord, po domethënë që e kanë të familiarizuar mes tyre, që Zoti në fakt është i gjallë dhe ai është krijuesi. Dhe ai krijoi dy gjëra, krijoi universin një dhe pastaj krijoi njeriu. Tani ky krijimi në fakt për disa është rastësor, si për shembull për Big Bangun, si për shembull për botën e RNA-s, që është këndvështrimi modern i evolucionit. Domethënë, RNA-ja dikur ishte jo gjallës dhe rastësisht u kthye në gjallës. Patjetër mund të ndodhi ky shndrim, nuk diskutohet. E njëjta gjë ndodh edhe le të themi dhe në këndvështrimin e religionit biblik, thot edhe të abramaik në përgjithësi, që në qoftë se themi për shkak që Zoti mori baltën, se krijoi tokën, i fryu dhe u bë njeriu i gjallë. Shumë bukur. U bë njeriu i gjallë. Po në qoftë se u marr parasysh këtë gjeometrizimin, sepse Zoti i gjeometrizon. E para dhe më e rëndësishmja është ju bë rastësisht forma e njeriut, apo ai ka një ligjësi. Në qoftë se ai ka një ligjësi, se ka gjallimin dhe ka ligjësi, dhe ligjësia e tij është gjeometrike, atëherë unë do gërmoj në këtë histori për të parë një gjë tjetër shumë të rëndësishme, që është shpirti sipas Aristotelit. Sepse Aristoteli e definon shpirtin si the earlier perfect realization. Që të kuptojmë që është the earlier perfect realization, në fakt unë duhet të kuptoj që është the perfect realization, si e shoh. Paraprakisht që të vazhdoj në këtë histori, unë duhet të kuptoj një gjë dhe të besoj një gjë dhe të i përmbajmë disa pikave të cilat do t'ua përsëris her pas here, se unë në fundit do kërkoj shpirt, do kërkoj të argumentoj që uria dhe etja si element të fuqisë së shpirtit në fakt janë fantoma pa sensacion. Kjo është gjithë rrugëtimi tim. Prandaj, unë duhet pranoj sipas quotës së Platos që çdo gjë që është krijuar në pafundësi dhe në përjetësi. Përjetësia krijon pafundësinë sipas një rendi ose ligjësie. Ajo nuk ka lidhje me kohën, siç diskutojmë deri tani.
ashtu si që diskutoj dhe profesori, dhe gjitha ato eternity dhe eternofsh, në fakt janë tendenca për të orientuar njerëzit atëhershëm mbe me një realitet tjetër, që është realiteti i përjetësisë. Rendi thelbësor është që është sfera, do me thënë të dyja palët, dhe ata që besojnë dhe ata që s'besojnë, edhe Big Bangu në fakt shpërtheu rastisht dhe u bë një sferë. Edhe këtej nga religioni, pra Zoti bëri sferën. Dhe si duket, ky është procesi i pari modelingut ose i gjeometrisë që bën Zoti, i aktit të krijimit. Akti i krijimit të Zotit është nëpërmjet gjeometrisë. Dhe figura e parë që bën Zoti në fakt është gjithësia ose universi me çdo element të tij brenda vetes. Këta elemente të tij në fakt janë përsëri të gjallë, sepse i bën Zoti të gjallë. Në gjuhën tonë, elementet ose njësit mund të quhen dhe gjymtyr, sepse po të mungon një gjymtyr, sfera është e gjymtuar. Në mjedisin e Zotit, gjallimi dhe e plota dhe eterniteti janë të padiskutueshme. Kështu që përjetësia në këtë krah duke marrë Zotin si që gjeometrizon dhe të gjallë, atëherë përjetësia është dhe formula e gjallimit, sepse i takon Zotit. Formula e gjallimit, që kur Zoti gjeometrizon, demonstrohet vetëm me gjeometri. Formula gjeometrike është dhe formula e modelingut të njeriut dhe të universit. Çdo njësi që përbën universin është i baraezguar nga gjallimi ose Zoti, sepse është sferë. Njësitë e sferës gjithashtu janë në lëvizje, se ka gjëllim. Dhe ajo historia që tregonte profesori Shabani me gjallimin aty, në fakt erdhëm këtu. Sepse është një fjalë e cila në fakt fatkeqësisht gjuhët e tjera nuk e kanë, ka greqishtja dhe shqipja. Prandaj atë do të analizojmë te kanuni. Njësia e sferës është uniti. Njësia përbërëse e sferës krijon në përjetësi njësit me njëra tjetrën, brenda sferës që është e rrumullakët dhe është e barazlarguar nga qendra, me njëra tjetrën ato krijojnë një marrëdhënie krejt tjetër me njëra tjetrën. Vërtet lëvizin rreth qendrës dhe gjallimit, po me njëra tjetrën krijojnë një marrëdhënie tjetër e cila nuk mund të quhet marrëdhënie ose lëvizje uniforme, siç është lëvizja rreth qendrës. Dhe e fundit, njeriu është njësia që u krijua si pasojë e këtij rendi të përjetshëm. I them gjithë këto gjëra për të ardhur dhe për ta përforcuar më shumë. Sipas këndvështrimit aristotelian që rezultojnë të dyja këndvështrimet, edhe Zoti gjeometrizon dhe Aristoteli, me një citim nga metafizika e tij. It is right also that philosophy should be called knowledge of the truth. Filozofia, sipas Aristotelit, ka të bëjë me të vërtetën. Tani kush është e vërteta? For the end of the theoretical knowledge is the truth. Kush është, ne përgjithsisht themi që vendimi ton nuk ka fund, ndërsa Aristoteli mendon që jo, ka fund, dhe fundi është Zoti, i cila është thjesht një qenie imagjinare, po që verifikohet gjeometrikisht, siç e thot Platoni. While for the practical man, për ne që studiojmë trurin me të gjitha ato mekanizmat, që studiojmë indin biologjik, for the practical knowledge, while that of the practical knowledge is action. Çfarë kemi praktikisht ne është veprim. For even, këto janë këndvështrime krejt e tjera, të cilat të shpjeni një metodik tjetër, dhe pa tjetër ne duhet të interpretojmë, të shohim sa na ndihmojnë. A mund ta mbajmë vërtet kokën e dorë dhe të mendojmë? Ose a mund ta përjashtojmë sistemin nervor dhe të mendojmë për sensacionin fantom? Këto janë pyetjet e mia. Kështu që, edhe thot më pas, for even if they consider how things are, practical men do not study the eternal, but what is relative and in the present. Do me thënë,
Ky ja ka përgatitur Tenenin 2300 vjet përpara Aristotelit, ati Einsteinit. Einstein I vendosi kohën në shpejtësinë e dritës dhe thot që koha është relative. Ndërsa këta flasin për eternitet dhe flasin për absolutizëm. Ndërkohë, e bëj gjithë të hyrje sepse që parë thash që do me thënë njësia e universit është njeriu, I cili në fakt është individ. Por Aristoteli thot dhe një gjë tjetër. E para punës më thot gjo, do shkosh, në qoftë se do të shkosh tek e vërteta, do përpiqesh të përfundosh në kundërshtim, në opozit, në invers, të asaj të cilës spret. Dhe e dyta, të bësh të thot, there is a thing which cannot be measured even by the smallest unit. Do më është një gjë e cila nuk mund të matet as me njësinë më të vogël. Unë këtë të voglën fare, do ta shoh në pjesën tjetër në librin tjetër të Aristotelit, I cili thot: soul, therefore, is the earlier or implicit perfect realization of a natural body possessed potentially of life. Le ta shohim në qoftë se verifikojmë geometrikisht, sepse ne vetëm geometrin kemi, sepse thamë që ky është pjesë zgjallimi. Kështu që le të ndjekim rrugën me geometri sipas asaj që mendon Platoni, dhe ndërkohë unë ju kam sjell këtu një model të cilin ne e kemi bërë të gjithë bashkë, si grup, ku është një si mace, e cila në fakt tregon njeriu në homeostazë, sepse këtu lëvizjet në makro janë geometrike me saktësi, janë uniforme, dhe nga momenti që ne shohim lëvizje uniforme në makro, pa tjetër të gjitha ato proceset biokimike, neurologjike që po diskutojnë në përdhimbjen, në fakt tu janë në perfekcion. Do me thënë, ky njeriu në fakt është ose I shëndetshmi, ose homeostaza, sepse është I homeostasi në greqisht. Tani, baza teorike ku do mbështete mund dhe do të kuptoj tani, do të përpiqem të argumentoj, do me thënë, ku ron populli ton me gjitha ato gjërat të cilat ta duken broçkulla dhe ku rojmë ne me të gjitha këto gjërat të cilat ta duken zyrtarësia më e madhe. Xenofanesi është përpara Platonit. Dhe ai jep një mesazh shumë të rëndësishëm. Thot, bota është Zoti. Do të thonë bota, universi I takon Zotit. Po në qoftë se I takon Zotit, I pari është gjallimi. Ky univers është I gjallë. Kjo botë është e bajtë. Është një qënje e ndjeshme pa organe shqetësore. Do më thënë, ky teren ose ky realitet në fakt s'ka të bëj fare me shqisa tonë. Është një teren ose është një teren I cili ka lidhje me ato që tha profesori pak më parë. Do me thënë, është një teren përfityrimi. Ne në përfiturim dhe në eternitet nuk mund shkojmë me këmbë, nuk mund të presim një bilet me avion, anije kozmike. E vetëm ja gjë që ne mund të shkojmë në eternitet, në geometri, në fakt është përfityrimi. Përfityrimi në fakt, në greqisht, është rrenja e fantomës, e gjymtyrës së munguar, e kokës së munguar. Ati do ta gjesh lidhjen ti profe. E dyta, dhe më e rëndësishme thamë është Zoti geometrizon, por e treta, e cila është themeli, e cila më duhet mua ta përdor për të futur tani edhe te Platua, por edhe te ASP-ja, ose edhe tek ju, që asnjë ignorant në geometri të mos I brenda, në akademinë e vet. Dhe për këtë tani Aristoteli që ka bërë ato vepra të mëdha direkt, duke qenë nxënësi I Platonit, në fakt në këndvështrimin tim çdo term, çdo koncept në librin e tij Metafizika, që ne kemi do me thënë 6 muaj që I vim vërdall. Dhe në librin e tjetër Peripsichis ose Psikologjia, çdo term atje është I verifikuar geometrikisht. Se ndryshe ai nuk do futej të jepte përgjigje mësuesit vet. Ajo që është e rëndësishme dhe që I përmbledh të gjitha konceptet dhe të gjitha këto fjalë që thamë lart, në fakt është definicioni që e përmendi profi, është definicioni I familjes nga kanuni, e cila thotë, nuk përkthehet në gjuhë tjetër, veç në greqisht kjo. Nuk përkthehet, nuk ka mundësi. Sepse
tek ne ka dy fjalë përmendore. Është përjetimi dhe gjallimi. Po përjetimi dhe gjallimi tek gjuhët e tjera në fakt është një, është jetë. Këtu ndahet, do ta shikojmë skematikisht ndahet ose geometrikisht. Kështu që familja është një të mbledhur gjymtyrësh, dhe kur themi të mbledhur gjymtyrësh, themi sasi, dhe kur themi sasi na shkon mendja tek ajo sasia që ndërtoi Zoti, domethënë universin, sepse është një të mbledhur gjymtyrës që gjallisin në një kulum. Ndryshe nga Big Bangu, ndryshe nga fizika ndryshe nga biologjia, ndryshe nga evolucioni me botën e RNA-s, të cilat në fakt i kanë ndryshe. Do me thënë, në qoftë se e shikoni aty ka dy njerëz, është një gatror dhe një në rreth, dhe në fakt the proper, ose the perfect realization në terma geometrik, sepse shumë në duhet të vërtetojmë, është në fakt kur vendoset diagonalja me diametrin pik për pik brenda. Ndërsa po të shikoni këtu është pema e jetës si pas botës RNA-s. Kjo këtu nuk ka the perfect realization, sepse nuk mund të ndërtosh diagonale. Po të shikoni, ka një çrregullsi atje. Do me të një shikoni si pas specieve në kohë, ajo, do me të aia ose si quhet probabiliteti e bërë, sepse normal është lisia bazë, por nuk mund të asjellja ashtu siç duhet. Ja shikoni tani si e kemi konceptuar ne the perfect realization. Ka tre gjëra këtu, një që shikoni dhe dy këto të tjera. Dhe njëra është ajo që është në rreth, në fakt çfarë është ajo që pyeta sipas interpretimit tonë. Është ajo që pyeta profesorin. Do me thënë, rezulton që çdo kuantitim gjallon brenda me. Kush është gjymca më e vogël, nëse më merr mua si gjallim, si gjallë, patjetër çdo gjë është e gjallë. Do me thënë, nëse unë me klitin për shembull, nëse flasim për elektrolit, në fakt ata elektrolit duhet të jenë të gjallë, duhet të kenë një sjellje të përcaktuar ndaj gjallimit tim. Ndryshe s'ka. Këtej në fakt dhe kjo është barazlargimi. Po kjo është në mendim, kjo është në gjallim, njësoj si Zoti që është i barazlarguar nga jo. Në krahun tjetër, ne jemi dhe ndryshe në atë që çfarë shikojmë dhe çfarë përjetojmë, se ky është përjetimi, në fakt ne përjetojmë ndryshe secili nga njëri tjetri. Dhe kjo në fakt është ajo pjesa e inorganikës ku secili për nesh kur e shikon indin ndryshon, jo vetëm ndryshon me tjetrin, po ndryshon dhe ndaj vetes brenda kohës që ai jeton. Kështu i thash të gjitha këto sepse më duket vetja njësoj si Aristoteli para Platonit. Pa vajtur me geometri duke interpretuar çdo term, nuk futet. Dhe po s'do ishte futur, në fakt s'do mbaj mend, se këto tonat, nëse ne do flasim mend që mund të mbahen mend, nëse folëm dhe siç bëhet në librat që transferohen 2-3 vjet, janë të harruara. Kështu që edhe unë, nëpërmjet këtij red herringu ose kësaj broçkulle që cilën e kam marrë nga populli tim, kam marrë nga tradita time, do të përpiqem të jap një kontribut sado të vogël për të verifikuar nëse mundem, nëse the earlier perfect realization është një definicion geometrik i gjallimit. Ndërkohë, nëse verifikova këtë, atëre dakordsohemi që shpirti është i vërtet, se u vërtetua geometrikisht, dhe pastaj ngelet që uria dhe etja si element të fuqisë të shpirtit, elementi kryesor, vlen për të parë pastaj nëse është apo s'është fantom. Folëm deri tani për gjithë atë realitet i cili është i gjallushëm se i takon Zotit dhe verifikohet me gjeometri. Tani, Aristoteli na përcjell diçka tjetër, na ndan edhe realitetin tjetër. Dhe thotë, kjo është në shqip dhe në greqisht, do me thënë e kam vendosur këtu, e shikoni që nuk e ka, dhe unë e kam kërkuar, unë kam vite të tëra që të kërkoj përkthimin e fjalës përjetim, në gjuhë tjetër veç greqishtesh. Dhe thotë, Zoti gjallon, por nuk përjeton. Në greqisht, o theos zon estin,
është i gjallë. Allauk, dhe është gjysmë shqip, gjysmë greqisë, po të shikoni, o theos zon estin, është. Allauk eqi vion, do thot që ai nuk përjeton. Do me thënë, duket e ka përpunuar atë thënien e Xenofanit, se që thot Zoti është qenie ndjeshme pa organe shqisore. Ky ka ardhur dhe ka thënë diçka të cilën tani ne mund ta marrim dhe ta shikojmë dhe mund t'i balancojmë gjërat. Sepse çfarë bëhet? Në qoftë se tham zonë për gjallimin, atëre gjeometria është shkenca e gjallimit, se tham për Zotin. Atëre në qoftë se tham vion, atëre biologjia është për shkencat e përjetimit. Po nuk është vetëm biologjia, po çdo shkencë tjetër. Dhe patjetër çfarë kemi bërë mbi biologjin dhe mbi gjitha shkencat e tjera vlen sepse janë shkencat të përjetimit. Sepse ne pa observuar dhe pa jetuar nuk mund të observojmë njëri tjetrin, veten tonë dhe çdo gjë në univers. Kështu që Aristoteli këto dyja i ka ndarë, domethënë. Realitetin e gjallimit që do shkencën e gjeometrisë dhe realitetin e përjetimit që kanë vend të gjitha shkencat e tjera dhe këtu do shohim tani dhe sa vend ka edhe phantom sensation edhe phantom pain. Si që thash, tani, në kraun, kur kemi njeriun në rreth, sepse ai në rreth është në fakt ai që i takon universit të gjallimit. Ajo pjesë që ne e kemi të gjallë brenda vetes deri në unitin më të vogël të mundshëm. Dhe ky është njeriu në rreth dhe quhet i gjallimi, statusi i gjallimit. Dërsa tjetri është katrori, i cili është statusi i përjetimit, domethënë, të dy të njëjtit janë, por në njërin, në katror, në fakt, qendra është e njëjtë, po është i pabarazarguar. Do shohim pse kanë bërë këtë dhe si e interpretojmë ne. Po u jap tani grafikisht, këtu kemi elementet e rrethit sipas Euklidit dhe këtu kemi prapë elementet e katrorit sipas Euklidit. Që ta kuptojmë atë, ne duhet kuptojmë kanunin tonë të bukur. Tham që familja është një të mbledhur gjymtyrësh që gjallisin. Dhe gjymtyrët që gjallisin janë të gjitha degët duke përfshirë dhe trungun. Ndërsa që gjallisin në një kulum që është rënja më bashkë me, do me thënë, po ta kthesh këtë dhe po ta kthesh përmbys në planin horizontal, ajo del një rreth. Dhe kemi dhe pjesën e cila është qëllimi i gjymtyrëve të mbledhura. E kësaj sasie, tani po flasim për sasi gjymtyrësh të barazlarguar nga qendra, qëllimi të cilëve në fakt është të shtohet gjindja. Dhe po ta shikoni këtu tek Da Vinci, duke sikur Da Vinci është direkt nga fshati i Lek Dugagjinit. Domethënë, po ta shikoni me kujdes, janë harqet me radhë dhe sythin e ka bërë këtu poshtë. E shikoni apo jo? Ka dhe sythin, ka dhe atë. Domethënë, sythet nuk mund të shtohen në qofse ne nuk kemi të gjallë brenda vetes paraardhësit tanë. Në qofse s'janë paraardhësit tanë, se gjallimi në fakt është një situatë qenësie, nuk është pa qenësie, që ikin dhe harrojnë. Jo, ata janë brenda nesh, ashtu si që studion dhe genetika. Dhe pjesa e gjindjes, në fakt janë sythet që shtohen dhe kanë këtë lisi si shtohen, si pas Da Vinci. Tani, e thash që në fillim që Zoti në fakt krijoi universin që quhet kaosit, se dhe kaosi në fakt nuk është një perëndi, po është perëndia që përfaqëson tërësinë e të gjithë zotave të mithit. Do të thënë është sasi e barazarguar nga qendra që është Zoti i gjallë. Do me thënë, të dyja konceptet të mbledhurit e gjymtyrës i gjallisin bashkë me kaosin, në fakt janë një koncept. Kështu që duhet tani fola për sasin, sepse në greqisht, në anglisht sasia quhet quantity. Dhe quantity në fakt ka dy aspekte. Në fakt Aristoteli atë e shikon si plurality, e shikon si shumicë, dhe në qoftë se ajo është me të pavazhdueshme, siç është këtu, quhet e numërueshme. Dhe në qoftë se ajo është me të vazhdueshme, në fakt ajo quhet, e keni këtu, ajo quhet atje, quhet ose length, ose breadth, ose solid, ose
trup solid e keni me posë ose thellësi. Në këtë kuptim, gjithë problemi është tani që ne duhet të pozicionohemi cilën anë do marrim, si do ta shohim sasinë. Do ta shohim sasinë si numër, si material, apo do ta shohim sasinë si pika euklidiane të cilat janë partles dhe krijojnë vizën, krijojnë gjerësinë, krijojnë dhe thellësinë. Le ta shohim këtu, kjo është pyetja, si do ta shikojmë cëmurin e tani? Si do ta shikojmë? Si do ta vlerësojmë cëmurin për të kuptuar fantomën? Do ta vlerësojmë cëmurin si e kërkon ai, sa i më thot mua, dëgjoj, unë e shoh që kam këmbën e prerë, po ndërkohë unë e ndiej si kur e kam. Do me thënë, çfarë bëhet? Ai vetën e shikon si të pandashëm. Që në greqisht e pandashme është diareton ose aviareton kur është e pandashme. Urzo, tani, kush ka të drejtë, si do ta studiojmë këtë njeriu, do ta studiojmë si pjesë siç studiuam këtë picën këtu, apo siç e thot ai. Në fakt, sipas Aristotelit, kur e pandashmja ka disa cilësi, domethënë, dhe cilësia themelore është që ajo është partles, është e pandar. Dhe ku mund ta bëjmë partlesin? Partlesin ne mund ta gjejmë në definicionin e parë të Euklidit, i cili thot në definicionin e parë, a point is that which has no part. Do me thënë është partles. Dhe në qoftë se është partles, është dhe timeless. Prandaj, në qoftë se bazohemi mbi Aristotelin, atëre kjo e pandashmja është unit, është monad, ose është dhe në kohë, në now, jo në kohë të gjatë, domethënë, për ta parë si eksperiencë. Dhe këtu në fakt krijohet përjetimi. Ky është përjetimi. Përjetimi është te ky aspekti now. Dhe do ta shohim, nuk e di sa kohë kam, se i rashi gjatë. Këtu tani kemi botën ARN-n dhe gjallimin, do gjeometrisë së gjallim, ku është the earlier perfect realization. Në fakt, në qoftë se marrim si formulë, në qoftë se marrim ARN-n, që është themeli i botës ARN-s, ajo në fakt nuk ka se si të merret si monad, sepse ajo ndahet në molekula, ajo ndahet në atome, atomi ndahet në bërthama, ndahet në pafundësi. Kështu që kjo nuk mund të diskutohet, nuk mund të pranohet asnjë themnjësia e themelore e ARN-s, domethënë asaj e botës ARN-s, nuk mund ta marrim as si të pandashme, as si monad. Po ne nuk mund ta studiojmë atë as në aspektin në momentin now. Tani për të kuptuar pikën ose monadën në atë botën që krijoi Zoti, në fakt i kam ndarë elemente të gjeometrisë së rrethit në dy pjesë. Një që është në diametër dhe një që është në kordë. Në fakt, edhe korda është çdo vizë e hequr në rreth, ndërmjet dy ekstremeve të perimetrit, e cila nuk kalon nga qendra. Kështu që pika në këtë koncept, dhe unë do vi këtu tani. Ky është universi, ky është gjallimi, ose Zoti. Tani kur e ndajmë rrethin, e ndajmë në diametra dhe pikat këtu, pikat e rrethit këtu janë të barazlarguara nga qendra, s'ka gjë. Janë të barazlarguara nga qendra dhe janë elemente të rrethit. Ja ku është pika, ja ku është pika, ja ku është pika. Tani, kur ne pikat i studiojmë në kordë, ndryshojnë gjithë historia. Këtu pika nuk është me barazlarguar, si që është në diametër. Ka tjetër pozicion. Do me thënë, ajo që thot Demokriti, ajo në fakt është e pandashme, por në fakt ka dy statuse të pozicion. Dhe ato statuse dhe tia i quar rhythm, order and position. Atëherë, kush është rhythm, kush është order? Ja ritmi parë. Ritmi parë është në diametër. Kush është ordri? Si pas diametrit e barazlarguar. Kush është position? Positioni është, do me thënë, positioni është
ai i cili do me thënë e pozicionon atë në diametër, në mënyrë të barazlarguar nga qendra. Tani në qoftë se e marrim këtu, kjo ka tjetër ritëm, sepse ritmi këtu nuk është njësoj, sepse është e barazlarguar. E dyta, ka ordër tjetër, sepse ajo, do me thënë, ka tjetër lloj marrëdhënie me pikat e tjera. Do me thënë, kjo pika këtu, me këtë pikën këtu, nuk janë një nivel, nuk është i njëjti nivel diametri. Sepse hiqet ndryshe ajo. E treta është position. Positioni këtu është pafund, se kemi korda pafund. Tani kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, kur ne diskutojmë kështu, kur e bëjmë ne rrethin kështu, ne në fakt flasim teorikisht, dhe teorikisht është ta shikosh si Zoti, sepse theos është Zoti. Po ka dhe një anë tjetër, le ta shikojmë pikën si e shikon vetë pika, nga dyja pozicionet. Në qoftë se ne pozicionojmë të pika tani, atëre pika kur e shikon vetën diametër, është një rreth. Dhe kur e shikon këtu është e barazlarguar, është një katëror. Dhe qendra është ajo. Kjo është shumë e rëndësishme të përkuptuar pastaj, sepse ata pranojnë që lëvizja uniforme është vetëm në rreth. Dhe vetëm në rrethin e imagjinuar, jo në këtë që demonstroj unë, në atë që ka definuar Euklidi. Në qoftë se ne themi që rrotullohet rrethi, atëre pika këtu në këtë diametër siguron lëvizjen uniforme. Ndërsa këtu, ajo nuk ka si të siguroj lëvizjen uniforme, se kjo tjetra, ku shkon këtu, ajo ka një diferencë ndërmjet kësaj pikës tu dhe kësaj pikës tu, por ama nuk shkon këtu, po ndryshojnë pikat, sepse kjo tjetra shkon këtu, kjo tjetra shkon këtu, çfarë si ka. Dhe në çdo kord, në fakt pika e gjen veten në një ambient tjetër. Dhe këtë Aristoteli e spjegon kështu. Lëvizja në rreth është e para e lëvizjes në spacium. Këta hapësirën këtu e quajnë spacium. Lëvizja në rreth është e para e lëvizjes në spacium. Dhe lëvizja në spacium është e para e lëvizjes me ndryshim. Do më dhe në qoftë se flasim për lëvizje me ndryshim, flasim për metër. Dhe normalisht të dyja, edhe lëvizja me ndryshim, edhe lëvizja uniforme, në fakt janë vetëm në rreth, janë vetëm në eternitet. Sepse s'ka se si. Do me thënë, edhe në qoftë se ne tani e marrim si lëvizje këtë këtu, erdhi këtu pika, atëre kjo është the proper realization, që e bërëm kështu. Kjo këtu nuk është më the proper realization, se është në një realitet tjetër. Atëre, kjo këtu, për këtë këtu, është dhe earlier perfect realization. Dhe unë, si pas mendjes time, them që unë e verifikova geometrikisht që Aristoteli ka bërë këtë lloj interpretimi. Dhe në qoftë se unë fola pastaj për verifikim geometrik të definicionit të shpirtit, më duhet të vazhdoj më poshtë tani me fuqitë e shpirtit. Në qoftë se pam fuqitë e shpirtit, ka 5. Ka nutricionin, dhe nutricioni, do me thënë, fuqitë e shpirtit janë dinamik, ose endelehja, e ka brenda vetes, edhe kjo është endelehja, endelieko, e ka në vetë vete. Do me thënë, dhe në qoftë se nutricioni ka vetëm, në qoftë se nutricioni, si pas Aristotelit, ka vetëm një shqis, kjo shqisa në fakt ka aftësin të evidentoj 4 gjëra, të ftotën, të ngrotën, të thatën, të njomën. Dhe në qoftë se i evidenton këto, pa pjesën tjetër, sepse sensacioni, po të vinte sensacioni, si pas Aristotelit, sensacioni duhet të ketë një shtesë tjetër plus prekjes. Prekja është vetëm aftësia e nutricionit. Dhe këtu janë të gjitha bimët. Dhe bimët në fakt kanë uri dhe etje dhe evidentojnë të ftotën, të ngrotën, të thatën dhe të njomën. Ndërsa sensacioni, si pas Aristotelit,
kur shtohet dhe një shqis tjetër, atëre krijohet kënaqësia, krijohet dhimbja, krijohet dhe imagjinata. Imagjinata qëndron ndërmjet këtyre dyave. Do kënaqësia është kur ajo kthehet nga ajo që ndryshon. Ashtu, kënaqësia është nga ajo që nuk ndryshon, nga gjallimi, nga eternity, nga eternofsh. Prandaj përgjithsisht urimet janë gjithmonë urimet janë me kënaqësi dhe janë për përjetësim. Dhe kur imagjinata krijohet për indin që ndryshon, në fakt gjithmonë kemi pa kënaqësi ose dhimbje. E treta që do shkoj më poshtë më vonë pastaj në të dytën, atëre, në qoftë se ne themi që bima ka vetëm një shqis dhe evidenton këto gjëra, do me thënë, ajo nuk ka shqisën tjetër për të realizuar këto tre element të fuqis, atëre kur unë godas pemën, në fakt ajo ka aftësin të kuptoj prekjen, po jo të realizoj ndjesin, si që e realizojmë ne brenda vetes ndjesin e prekjes. Nga ky moment ne na del një le të themi një koncept i cili rrezon komplet atë i tha që parë profesori. Do me thënë, këtu percepcioni rezulton marrëdhënia e shqisës së prekjes me objektin e vet ose me stimulin e vet. Kur ne shkojmë në thellë pastaj që kemi dhe një shqis tjetër, pa tjetër ne kemi atë sensacionin e prekjes, e goditjes, e dhimbjes. Jam i qartë sa them. Tani kjo nuk ka vlerë vetëm për bimën. Ajo që unë dua të them është që, për shembull, që më lind natyrshëm mua, embrioni njerëzor në ditët e para të jetës së vet. Ai s'ka asnjë shqis, por ka uri dhe etje, sepse ndryshe nuk do të arriste nëna. Po në qoftë se aftësia e prekjes ose nutricioni ka aftësinë të evidentoj mungesat, a mund të quhet ky sensacion pa patur ashtu fantom pa patur sensacion, aftësia për të evidentuar mungesën e ujit, mungesën e elektrolitëve, mungesën e materjes. Si edhe të ftohtë të ngrohtë. E dyta është shumë e rëndësishme, mu që jemi në anestezi se kuptojmë që kur flasim për Glasgow Coma Scale, 3 pikë, në fakt, truri i tij është i vdekur. Atëherë pse ne i japim edhe ujë, edhe elektrolit, që është materje, dhe pse e mbajmë në temperaturë normale? Do me thënë, a mund të quhet kjo, a mund të jetë një indicje për të menduar që fantoma nis këtu nga aftësia e të plotës e earlier perfect realization për të kapur ndryshimin ose mungesën në jetë? Faleminderit.